Unë jam profesor në Fakultet Mjekësisë në Bern. Jam ginekolog, kam subspecializim ginekologjinë onkologjike. E kam një klinikë të vogël private në Langenthal në Zvicër, kantoni e Bernit. Përndryshe jetoj dhe punoj në Zvicër që 20 vite. Që 20 vjetë ke kriju një specializim specifik të një pune që e bojmë shumë pak ginekolog në krejt Evropën, apo? Kallëzona për që specializimin tëmë? Unë kam pas fatin me pas një mentor i cili është jashtëzakonisht i njohur për këtë metodë. Metoda përdoret për krijimin e neovaginës të rastet kur pacientët lindin pa vaginë edhe pa mitër. Janë rastet rralla, nuk janë anomali, nuk kam dëshirë me quajtë anomali, po janë gjendje të cilat, janë stopu gjatë krijimit embrional të personit. Këto prej në 5.000 vajzat lindur në është një me këtë sindrom, quhet sindroma Majerow-Kitansky-Küstler-Hauser, e ka shkurtesën, edhe nuk është e rrallë. Nëse marrim një në 5.000 raste, nuk është e rrallë. Unë e përdori një metodë e cila quhet metoda sipas shersit. Metodën sipas shersit e përdorin 5 qendra në Evropë, janë 3 qendra në Austri, 1 qendër në Gjermani dhe 1 në Zvicër. A u bo ndonjëherë ky operacion në sistemin ton publik shëndetësor? Jo, nuk është bën. Unë kam një informat që është tentu ma herë të bëhet një rast prej doktor Fehmi Ahmetit, po nuk kam informata, nuk e di çka ka ndodhur, nuk e di me çfarë metode ka përdor. Ai thot me laparaskopi, po unë nuk kam informata të sakta, se nuk është publiku. Më ka kontaktu një kolegi imi, një shok imi, Nazmia Kurti, i cili ka kontaktu me familjen dhe i kanë kërku ndihmë, në mbledhjen e mjeteve financiare për me financu një operacion si ky. Edhe pastaj kur kam kontaktu me Nazmion, i kam thonë që këtë operacion e kryon edhe s'ka problem, vetëm duhet me leju me bën në Prishtinë dhe e bojmë pa financa, nuk ka nevojë me pagu pacientët. Me çfarë kërkese kanë ardhur dhe sa i kanë thonë atyre që... Po, familja, faktikisht Nazmeu ka kontaktu me familjen e tyre për shkak se, ka qenë një gjendje rënë në familje. Ata kanë tentuar me mbledh tollat për me bë operacionin. I kanë në Turqi, nëse nuk gaboj, ja u kanë lyp familjes 300.000 euro për me bë operacionin, edhe ata kanë dashur me kërku ndihmë për me mbledh këto mjete financiare. Ka qenë një mbledhje e mjekëve, një takim i mjekëve shqiptarë në Düsseldorf, në Gjermani, ku jeton edhe kjo e njoftun ose familjarja e pacientës, edhe aty kanë kontaktu me këtë shokun. Pastaj, masi më ka kontaktu Nazmeu dhe i kam thonë që unë e bëj këtë operacion, më thonë se jemi vetëm 7 ekspert në Evropë që e bëjmë. Atëherë kemi fillu, kontaktin me familjen, kemi fillu edhe me këqyr mundësinë se si ka mundësi ta bëjmë këtë në qendrën klinike universitare. Po në Zvicër atje zakonisht e mbulon sigurimi, po me marr pacientën prej këtu edhe me operu në mënyrë private është rreth 300.000 euro. Të pacientja ka qenë 14 vjeçare kur unë e kam taku. Njëna është 14, njëna 16 vjeçare, kanë qenë në kohën kur i kam kontaktu para 2 vjetëve, tash është 16 edhe 18 vjeç. Ka qenë pak sfiduese sepse vajzat janë jashtëzakonisht ndihshme në këtë moshë. Është mosha e pubertetit, është mosha edhe kur zbulohet kjo smundje, mungesë menstruacioneve, se përndryshe vajzat janë zhvilluar krejt normal. Nuk kanë mungesë, as nuk kanë defekte gjenetike, nuk kanë defekte dytësore të zhvillimit femëror. Ato janë krejt normal. Vetëm e kanë qatë mungesë. Edhe ajo mungesë pastaj ma vonë kur fillojnë shoqet ju tregu për dashuritë e tyre, për jetën e përditshme e tjerë, këtu vetëm fillojnë me u tërheq edhe me u desocializu në atë kuptimin e fjalës që edhe shumica e tyre edhe bin depresion mas një kohe. Për këtë arsye dashur me punu edhe me këto vajzat, derisa kemi ardhur në përfundim që dëshirojnë me bë operacionin edhe besoj që e kanë kuptuar edhe qëllimin e operacionit pa problem. Pse 2 vjet ka zgjatë derisa erdhën në Kosovë? Këto janë disa procedura administrative
të cilat unë i respektoj çdo shteti, edhe shteti i Kosovës ka procedurat e veta, ka mundësi me u kry ma shpejt, ka mundësi me pas një shpejtim të këtyne procedurave. Kallëzoma për çka e të folë? Çfarë procedura? Po janë procedurat e akreditimit, të cilat ose të licencës që të jep Ministria e Shëndetësisë për me operu një institucion. Kur ke apliku ti? Sfida e parë është, vetëm po kthehem te procedura, sfida e parë është me u bind udhëheqësi i klinikës që një person i cili vjen me operu në klinikë tina, më thonë, është ekspert. Edhe sepse përgjegjësia megjithatë, pa marrë parasysh ato që i bëj unë si ekspert, kur i bëj një institucion caktuar, përgjegjësia është e udhëheqësit të institucionit. Edhe kjo ka qenë sfida e parë. Më thonë, unë kam kontaktuar me drejtorin e klinikës disa herë. E kush i ka pru materialet për operacion? Disa materiale i kam marrë me vete prej Zvicra. Një pjesë materialeve i kam siguru nga profesoresha Violeta Zatrici, nga klinika e kirurgjisë plastike në QKU, dhe një pjesë ka qenë donacion prej Yes Pharma, të Armend Ramadani, këtu në Prishtinë. Është një firmë që merret me shitblemjen e këtyne materialeve mjekësore. Kështu, unë kam ardhur me 20 shtator në Prishtinë, i kam përgatit materialet, i kam pa pacientet të cilat kanë qenë vetëm të shtrime në spitalin e Prishtinës. Masi i kam siguru materialet me datën 21, atëherë i kam informu edhe pacientet për çka ka me, ose si ka me qenë procedura. E kam njoftu edhe drejtorin e klinikës për procedurën, kemi bisedu edhe me anesteziologun përgjegjës i cili për kujdesin intenziv të klinikës ginekologjisë, sepse ato vajzat kanë qëndru gjatë ton kohës në kujdes intenziv, më thonë deri sot. Sot kam pas mundësi me ilshu, më thonë në gjendje jashtëzakonisht mirë. Me datën 22 kemi fillu në ora 8 mëngjesi, kemi fillu operacionin e parë, ka zgjatë dikon rreth 2 orë, operacioni i dytë rreth 2 orë gjys, për afërsisht, dhe në ora 3 mazite kemi kry procedurën e operacionit. Kush ka qenë në operacion? Në operacion, më thonë, ka asistu drejtori i klinikës, doktor Zefi, dhe ka qenë ekipi mrekullueshëm, me të vërtet jam fascinu edhe me instrumentaret, edhe me personelin i cili ka qenë prezent në sallën e operacionit. Dhe një ekip jashtëzakonisht i mirë. Sa veta në sallë? Në sallë kemi qenë 2 kanë qenë nga anestezioni, kemi qenë 2 nga ginekologjia, pastaj kanë qenë 2 nga instrumentaret, më thonë 6, edhe ka pas shiqus që ka nejtë për rreth. Okej, ata janë specializantë që janë studenta? Kanë qenë mjek specialist, mjek klinikës, specializant, mjek klinikave tjera. Sa prej tëne e kanë përcjell operacionet? Nuk e di numrin e saktë. Për afërsisht? Po, mu kanë dok një 40-50. Po nuk e di saktë sa kanë qenë, për shkak se kam qenë i koncentruar në operacion. Qysh ka shku faza e rikuperimit cilën e ki përcjell ti? Normalisht, unë vizitën të pacient e bëj 2 herë në ditë, më thonë mëngjes edhe në mramje. Pacientet o dasht me qëndru për shkak të terapisë të dhimbjes, sepse menaxhimi i dhimbjes është jashtëzakonisht i rëndësishëm të këto raste, për shkak se ato e kanë në kanalin vaginal që është kriju i ri, e kanë një protezë e cila ban shtypje në muret e jashtme, për mos me u mbyll, edhe ajo shtypje shkakton problem. Pastaj shtypja është edhe në zorën e trash, edhe pacientët nuk guxojnë me hangër ushqim normal 7 ditë. Pastaj lëvizja është e kufizuar. Kështu që këtë pjesën e rikuperimit e kanë kalu në intenzive. Jo pse kanë qenë në trajtim intenziv, po për shkak të menaxhimit të dhimbjes. Edhe mundësisë më të lehtë me u përkujdes për to më shpesh edhe me i pas, me i pas në kujdes. Qysh e mundur me u bu papare në Kosovë? Po. Kështu, motivi e para në Zvicër është personeli është jashtëzakonisht i shtrejtë. Minutin sallë në operacionit është jashtëzakonisht i shtrejtë. Qëndrimi në spital, më thonë, është shumë i shtrejtë. Zakonisht atje llogaritet si pacient privat, pacienti që shkon prej jashtë, edhe dikon dita është rreth 2.000 euro.
më thonë qëndrimi në spital. Pastaj kujdesi intenziv, paguhet ekstra etj. Më thonë janë shpenzime marramendse. Po fol për Zvicër, po edhe në Turqi, edhe në Turqi është rreth. Edhe në Turqi është e njëjtë. Tash këtu në Prishtinë, më thonë na e kemi fatin që mjekësia e shëndetit publik është subvencionohet prej shtetit. Më thonë, edhe pse nuk kemi këtu sigurim shëndetësor, më thonë edhe medikamentet, edhe materialet shpenzuese, edhe gjitha janë të mbulume prej shtetit, edhe personeli. Më thonë, faktikisht ne nuk ka nevojë me i pagu këto shpenzime ekstra që mbulojnë. Por ti që je mjeku kryesor këtu nuk je i paguar për shtetit. Jo, unë jam i paguar kështu moralisht. Ajo më ka mjaftu. Për mu personalisht si ekspert, se unë jam student i Prishtinës, kam fillu studimet në Prishtinë, i kam kry vitet e fundit në Austri dhe pastaj kam dalë në Zvicër, dhe atje kam pas fatin me qenë një ekip të mirë, edhe me zhvillu në ekspertiza në disa fusha. Tashti momentalisht e kemi themelu një organizat, për 2018, është lidhja mjekëve shqiptarë në Zvicër. Edhe qëllimi i krijimit lidhjes ka qenë, një ndër qëllimet ka qenë edhe ndihmesa në zhvillimin e sistemit shëndetësor në Kosovë. Më thonë, për neve është një satisfakcion me pas mundësi që ato që i kemi mësu diku tjetër me i bartë në Prishtinë. Po numërohet që janë rreth 600 mjekë shqiptarë në Zvicër. Më thonë, jemi 5 profesor universitar, ka disa janë udhëhec klinikave, ka edhe klinika universitare që udhëheqen për mjekëve shqiptarë. Prej ditës parë kur e kemi zhvillu këtë operacion edhe është publiku, më thoni kemi 4 raste të reja që janë paraqit deri sot.